Në pjesën e dytë kam kënaqësinë të kem një nga personazhet më interesante të YouTube-it, një YouTuber shqiptar i cili vetëm dje ka ardhur nga Anglia. Ai është një personazh shumë i njohur kryesisht për djemt, për ata që janë të apasionuar pas makinave. Afrim Lusha. Përshëndetje, mirë se më erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi jam këtu te podcasti juaj. Është kënaqësi e imja rreth parë të falenderoj që ke ardhur, sepse është rrallë t'i kapësh këta çunat që merren me makina. Dhe erdhe sot me një Maserati. Fantastike, ishte si makinë. Jam shumë e sigurt që gjithë çunat do donin ta shihnin. I ke bërë video asaj makine? Me thon drejtën, atë e kam timen personale, e kam bërë video të shkurtër, por ideja që e kam timen për herë ngel tu e shty tu bot tjerëve, edhe akoma se kam gjetë kohën me bë tamam te timen. Ishte një makinë fantastike, jo vetëm e bukur, po besoj duhet të jetë edhe në të dhënë, në ngarje duhet të jetë shumë komode. Është e mirë, është ka zhurmën e ka të mirë, se ka motor V8 të derivuar nga Ferrari, po është e lezetshme, është e mirë. Tani unë nga makinat nuk merr vesh. Kështu që ti sot do më hedhësh pak dritë që të kuptoj pak më shumë. Videot e tua në YouTube, Afrimin e gjeni në YouTube, në kanalin e tij, si e ka emrin kanali? Alcars, ku besoj e kanë ndjekur gjithë djemt që janë fansa të tut. Shumica po, se çunat përgjithsisht I kena qef makinat edhe çunat janë ato që janë shumica e ndjekësve të tu, patjetër do shkruajnë shumë, Po, pafund. Do mundom t'u kthej, po tash është ka dalë pak jashtë kontrolli, se s'mundem dot më kthy të gjithëve. Po prap kur e gjej kohën, futem u kthej mesazhet, se edhe m'pyesin shumë për zgjedhjet që kanë dilema secili këtë apo këtë cilën mendon. Po nga ana profesionale, nga çfarë pash unë, edhe pse unë nuk jam e fushës së makinave, po pash që ti edhe nga ana terminologjisë flet në mënyrë shumë profesionale për makinat, duke si një inxhinier, po themi, i kompletuar. Teksa shpjegon në videot e tij pra në YouTube, Afrimi tregon çdo detaj të çdo makine. Është një shkollë, mu duk si shkollë më vete, po të ndjej këty do bëhem shumë e mirë në njohjen e makinave. I kam qef edhe këto informacionet që jap me kënaqësi, se edhe I di, po edhe siç kam unë të ndjekësat e mi që ndjekin, kam edhe unë shumë tjerë që I ndjek, që janë youtubera botëror. Edhe shumicën e kohës e kaloj duke pa videot e atyne, duke studiu makinat e reja që dalin. Nga 24 orë ditës, unë përveç kur flej gjumë, gjithë kohës vetëm makina shof. Ndaq në për ankante, ndaq duke ble, tash edhe duke çmontu, tash I kote fundit me këtë biznesin e ri edhe vetëm makina gjithë ditën. Ti jeton në Londër, dhe atje ke ndërtuar jetën tënde, vjen në Shqipëri që të xhirosh, keve xhiruar besoj edhe andej. Po, edhe po më pak. Pjesën më të madhe këtu në Shqipëri të kontaktojnë vetë, se tani u bë 4 vjet që e ke kanalin, dhe siç të edhe vetë ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë shumë, kontaktojnë edhe unë them për herë po, edhe kam ngel duke I shkruajt vetëm shtoj numrin aty në notes, më kanë shkruar një ta thet sa makina edhe duhet me gjatë kohën për t'i bo. Ajo që ndodh për shembull për prindrit e mi, që po e ndjekin patjetër këtë hapësirë tani. Afrimi bën video shumë të jashtëzakonshme që shpjegon makinat, makina sportive, makina luksoze, makina garash. Ka qellu që I bëj këto të mirat, edhe më kanë kritikuar pak pse nuk bëm nga këto të thjeshtat. Po jo se s'kam qef mi bë, po gjithë që më shkruajnë këto me këto të mirat. Dhe tani çka ka ndodhur mbas 4 vitesh, të gjithë çunat që kanë një makinë të tyre ne kontaktojnë Afrimin, thonë do vish ti bësh një video makinës time, dhe janë bërë tani gati 100 persona që janë në listë pritje, po presin që të shkosh. Po si ndodhi? Pse e niste? Si e niste? Unë kam pas gjithmonë pasion pjesën e makinave, po këtë pjesën e YouTube-it, pjesën e publikimit video, me bërë review, me fol për makinën në detaje, e kam pas qef edhe kam pas qef me bo se jashtetit e bën shumë veta. Këtu nuk është se bën të njëri, po është kjo pjesa që ne na vje zor ne çunave mesatar shqiptar, na vje zor ne me dalin kamerë. Janë më timid, janë më të turpshëm për si e kalove. E kam shty këtë se do kisha hap me kohë, po
ma ka mush me në nusja për ta nis. Ishte nusja që të është bëje. Ajo shifte gjithë ditën makina, shifsha gjithë kohës të folur për makina. Ajo më ka shtyr edhe në fillim e pa ta nis pa dalë vetë me fytyrë, filmosha makinat që nga jashtë, nga mrena, opsionet gjënë. Pastaj, po më thoshte që të kalosh në hapin tjetër, prapë ajo, duhet dalësh edhe me fytyrë, se njerëz të kanë qef. Pa tjetër, vërtetën ka thënë. Ma jo të vërtetën ka thonë, po mu më desh pa kohë për ta bo si gjose. Si hap, po. Ne, kështu jena ne çunat shqiptar të ndrojtur para kamerave. Kam përshtypjen që s'është vetëm për çunat shqiptar, djemt janë gjithmonë më të ndrojtur shqiptar janë më shumë, me thënë drejtën. Se këta të huajt janë më të shlirë. Ja, se vrasin me. Se çajnë kokën. Çfarë, edhe për budalliqe se për gjonat hajrit, jo. Ne jemi edhe për gjonat e sakta na vjen zor me dal. Po mirë, ti ja dole, edhe me ndihmën e nusës tënde, ja dole dhe je tani aty në kamera, ke krijuar realisht sukses me këtë iniciativë. E vazhdon e bëm vetëm për pasion, apo ke arritur edhe ta monetizosh, për shembull? Do ishte pyetja tipike. Me thonë drejt, fiks pyetja tipike. Me thonë drejtën, ndoshta kështu nga jashtë kujtojnë se po bëj shumë lek me këtë, mund të duket. Po unë e bëj për qef. Fitimet që merr nga këto platformat YouTube, TikTok janë shumë minimale. Në raport dalin as për karburant, po avash synoj që gjej forma për ta monetizu, që me këtë arsye, nëse e monetizoj, mund të bëj gjëra më të mira, mund të investoj në kamera më të mira, mund të bëj diçka më të madhe, prap aty do i fus lek, prap te makinat, se s'kam ku i çoj. Po për momentin nuk është se kam ndonjë fitim madh për kësaj, prandaj merrem edhe me. Ti the pak më përpara kam hapur një biznes. Më përpara në Angli ti merreshe me ndërtim, kishe një kompani, me ndërtim. Po tani ke hequr dorë nga ndërtimi. Po kam hequr dorë. Je fut me kokë te makinat. All-in, jam fut all-in. E që po bën tani? Tani ka marrë ambient goxha të madh, edhe blej makina, edhe i çmontojmë për pjesë edhe shesim pjesët. Shet pjesët, është tip servisi. Ajo i ka gjitha veglat e servisit, po nuk është se kemi klienta për të bërë rregullime. Ne vetëm i marrim makinat, i çmontojmë. Thjesht heqim gjithë pjesët, le lejmë vetëm shasin, e çojmë për scrap shasin, pjesët i publikoj të gjitha në eBay, edhe i shes në gjithë botën. Fantastike. Po ta bëja në Shqipëri, do ishte e lehtë? Në Shqipëri problem kjo puna e transportit me postat, se nuk jam i sigurt që këtu mundesh me kosto të lira ti çosh pjesët me postë. Këtu i zarf me çu në Gjermani të marrin 30 euro, kurse Anglia këtë punën e postës, Europa në përgjithësi e ka shumë më kollaj, shumë më të shpejtë. Kështu që biznesi jote ecën më mirë atje. Ta shohim, ta inshallah pa hec. Të uroj shumë suksese dhe besoj që do kesh patjetër suksese dhe do bësh përpara. Po ke fans anglez? Fans anglez, se besoj, i Moldav kam që më komentoj pse si bo anglisht, që më ndjek, se futëm i shoh komentet edhe i kthej i pjesë. I shif gjitha komentet, Gjitha si shoh dot më tash. Përpara u aktheja të gjithëve. U bosha reply në YouTube, se kisha qef edhe me ndërmjetësu pak. Patjetër, komunikimi, pa interaktiviteti. Po pra, dikush me drejt edhe të kritikojnë, edhe në fakt ka kritiku njoni, këtë kohën e fundit, më tha i ke bo videot paka shumë gati i soj këto kohë, edhe ka drejt edhe do mundohem të bëj pak gjona më ndryshe, se ideti kam shumë, mund bësh edhe si pun vlogu me gjonat që bo, po prap, nuk jam aty që duhet të kjo puna kamerës për të filmu vetë. Po ti nuk intimidohesh nga kritika, kundrazi bën mirë. Po patjetër, ai kishte shumë drejt, edhe vetë e kam menu, po kur vi këtu vi për ditë limitume, edhe nga që u them gjithve, për vi pak ditë, edhe mund të bëj 6 makina për i ditë. Wow. Edhe nuk kam të mbet pak ka drejt, i bëj pak a shumë gati njëtin vend, edhe ka drejt duhet me i bo pak në rrugë ndrysha, me dal pak, me bëj shkak të kushteve. Për shkak se kam qef bëj shumë, po bone shumë bja e cilësia, kështu që mirë ka e dhe amar parasysh atë kritikën dhe do filloj të bëj pak. Kushe ti se do i bëj qefi, po ta dëgjoj tani këtu. Ja, çunat janë çunat mirë gjithë me thonë drejtën. Po komenti më i lezetshëm, ban më ndonjë koment? Ka që bën komente gallat, po ka
unë futem shoh edhe çanov, se rrjetet sociale shumë gjithditën. Me thon drejtën i kam 99% pozitive, ndihem mirë për këtë se i kam shumë suportuese dhe shumë mirë, po, edhe që është gjë e rrallë të ne, se këtu futet ai papik turpi dhe të komento lloj gjona, edhe pse si pëlqen, nuk është se scroll down me patë që ka qef, po harxhon kohën vetëm për të fut një shigjet helmi. Fix, me ta prish. Sa për të prishur qefin. Përgjithsisht mira e kam përgjithsisht. Megjithatë, interesante është se po bisedonim pak më përpara që ti nëpërmjet kësaj pune, po e quajmë, ose angazhimi, ti ke njohur edhe shumë djem, ata të cilët i merr që duan t'i bëjnë video makinës së tyre. Kjo është gjëja më e mirë. Pra ke shoqëri, apo jo? Po, kam zonë shumë shok të mirë, prej kësaj, që nuk do i kisha njoft në forma të tjera, dhe i kam njoft prej faqes, prej kësaj që po bëj, edhe kjo është, besoj, gjëja më e mirë nga të gjitha që ka ardhur, kjo është, që krijon shoqëri. Jo vetëm rrjet për... Jo, rrjet miqësor, po. Përveç asaj krijon edhe rrjet me kontakte që mund ta shfrytëzosh në forma të tjera, po puna është tamam shok, rrjet miqësor është. Sa mirë. Kjo do të thotë që në Shqipëri ka njerëz. Ka njerëz, ka. Se jemi gjithmonë në këtë kritikën, ka një kurgjis, gjen një njeri të saktë, ndërsa ti. Ka ashtu plot se ka që më shkruajnë për makina vetë, janë këtu ta bje kushëriri se jam në Gjermani. Po ti do që ti kesh gjithmonë në kamera, edhe ti marrësh një intervistë. Unë kam qef synoj që i pjesë ta bëj edhe bashkë bisedim. Patjetër. Po njësoj si unë që më vinte zor me dal në kamera përpara. Ti mirë kupton gjithë çunat. Patjetër e kthej kamerën një herë më shumë që të mos dalin, po ale mikrofonin për të bërë prapë bashkë bisedim me to. Po mirë, nga gjithë kjo përvojë, kaq vite tani që ti merresh pikërisht me review të makinave, si të duken shqiptarët në marrëdhënie me makinat? E para, i kanë mundësitë që ti blejnë, se ne kemi parë shumë makina të bukura, shumë makina të shtrenjta, për shembull, po shifja një video tënden me një Lambo. Po ajo ishte super luksoz. Dhe ajo Lambo jeton në Shqipëri, në Tiranë dhe shumë të tjera. Po. Si të duken me marrëdhënie, din ti mbajnë makina, marrëdhënia me makinat? Ato që marrin makinat këtij niveli, nuk i marrin rastësisht. Domethënë, i njohin makinat, i kanë mundësitë për t'i marrë. Patjetër, se është shtrenjtë shumë. Është ideja, është përditshmëri, ky s'ka lek, s'ka shtëpi, po si ça makine ka, nuk ka qenë shpreha. Nuk është kështu. Nuk është ashtu, se s'ka si tjetë ashtu. Okej, dikush mund të prishe këtu më shumë lek për makinën në raport me jetën e përditshme. Francez, që ai francezi ka i Peugeot, po ka 500.000 në bank, kurse këtu mund marrësh i Benz ti, po s'ke aq sa i francezi. Po është punë prioritetesh kjo, se ai dikush blen një sistem audio në shtëpi 20.000 euro, që ka qef, po hes me bicikletë. Kjo është punë prioritetesh. Edhe pasionesh, po. Secili e di vetë ku i prish lekët e vet, apo nuk besoj që shumica e din çka kanë marrë, e din ta mirëmbajnë. Po prap normalisht ka sa dush që edhe nuk din, edhe nuk din ku të shkojnë, ku të përplasen në herë. Serviset, mesizhin, nafta, karburantin përgjithësi, nafta, benzina, thonë çunat s'është cilësi e mirë, rrugët, trafiku. Unë në eksperiencën time s'm pas ndonjëherë problem nga puna e karburantit. Të jem realist, se di tash i not secili mund ta hedhën nëpër me i karburant që nuk shko asnjëni aty. Okej. Edhe ka ujë. Po sa gjona dhe i egzagjerojnë. Po sot janë mundësitë që ti marrësh edhe vajin edhe pjesët po dushi, nuk i ke larg as Greqinë, shkoj më atje. Nga kudo mund t'i marrësh. Kush është kaq i apasionuar pas makinave. Po ti ke qenë kështu që fëmijë fare i vogël. Kam qenë që i vogël fare. Gjithë ajo të rrotullohet rreth makinave. I kam ala makinat e vogla. Po, i ke ngjarë dikujt, ke patur një histori me këtë, apo si është? Me thonë drejtë, nuk është si i kam fort të fiksum me babin, vlajn. Jo, më shumë kam mamin. Okej. Me mamin i shifshim për herë që i vogël Formula 1-ën. Shumë interesant. Ajo i njefto... Gjitha. Po, i njefto pilotët e Formula 1-ës, kemi qenë... Hamilton, po them, ku t'ju? Hamilton, Alonso, Rubens Barrichello, i njeft gjitha, është kuriozitet shumë
shumë i lidh me mamin jam edhe. Po mami të pas ka shtyr në fillim. Jo, unë kam shtyr atë prej me, që dhonte për shembull ishte çmimi i madh i Japonisë, që ishte në 4 mëngjesit, ne shifshim edhe provat zyrtare. Unë çoj mami mbonte petulla, i kam kështu. Kujtime fantastike po i ndjekshim për herë, edhe Formula 1, edhe MotoGP-n, edhe motorrat i kam pasur. Edhe Rossin. Valentino Rossin, po. Edhe unë e kam ndjekur, po unë ndiqja me babin, edhe Formula 1. Po sa mirë, papi vetëm Bayernin ndjek. Okej, mirë, gjithë burrat shqiptar janë me Gjermani. Fiks. Po pastaj ti nise këtë. Bleve makinën e parë. Po. Çfarë makine ishte? E qenë Audi A4, 1.8 benzin. Okej. Pa ta marrë në Dubai. Atëherë ka pas qenë, se në Shqipëri ka pas periudha të ndryshme nga vendet që importoheshin makinat. Fillimisht kanë qenë Itali, Gjermani, pastaj doli kjo periudha e Dubait që dolën me çmime më të mira. E provova, unë mora aty, mirë pa dal. E modifikove? Ajo s'ishte makinë që kishte shumë hapësirë për modifikime, po s'është e majta shumë gjatë, po ajo ka qenë e para. Po mirë, një çun që ka pasion makinat, që ta kuptoj unë, ka pasion që ti modifikoj, apo thjesht që ti japi makinës? Ku është ajo? Tash i varet çka kërkon, edhe nga modeli i makinës. Janë ca makina që, për shembull, Maserati, hapësirat për të modifikuar atë janë marmitat që të bëjë zhurmë akoma më të bukur. Për të shtu fuqinë, aty nuk ke shumë opsione, se është motor me aspirim natyral, nuk ka turbo, edhe nuk është se fiton me fuqi të madhe me ashtu, me harxhule. Ka makina tjera që janë gati të përgatitme për shpejtësi për modifikim. E ke shumë më të lehtë që ashtosh fuqinë. Pastaj ka forma ndryshme modifikimi, se nuk është vetëm për ta bërë më të shpejt, mund ta bësh më të mirë për kthesa, bë amortizim më të mirë, mund ta bësh frenat më të forta që të frenojnë më shpejt, më mirë, mos i nxefen frenat. Ka shumë forma, por në varësi po është modifikimi i jashtëm. Edhe të jashtëm, po ato s'pëlqejnë më shumë. Më mirë fabrika i ka bëj fabrikës të jashtëmit. Unë mbaj mend kur kam qenë në gjimnaz, në për Tiranë, shifja kështu makina që dhe ato ku njifja unë një modifikim. Shija makina jo ishin pasqyrat, i vin pasqyrat tjera, jo ato pjesët poshtë. Ashtu ka qenë i bënin me rezinë ato. Nuk e di me çfarë, po ishin shumë çuditshme. Ka pasur periudha vendosin edhe neona. Po edhe neona, po ngjyrat ndryshme. Po bokset e mëdha. Po bokset. Kemi pas. E marrëm në dhunat periudha. Kam qenë i vogël atëherë. Po unë atë njëja si modifikim. Po modifikim është edhe ai, po nuk është shumë funksional ai. Gjenerikët i kam kuptuar shumë më vonë. Ai dhe modifikimi nuk është shumë funksional. Ai është për qef për ta pasur, se nuk është as aerodinamikën, s'është si rregullo, e bë më keq. Po. As më të shpejt se bë, është vetëm kështu për gusto personale. Për sipërfaqe, së jashtëmi. Sa makina ke tani te ti të tuat në garazhet e tua? Unë kam përshitje ca, po që s'po i llogaris ato, po kështu vetë mijat që i kam për t'i përdor kam 7. Çi do 7? Do të thoshte mami im. Jo, më thotë edhe babi, jo, mami s'më thotë shumë. Mami jo. Babi ankohet, ai thotë shiti, ke blloku vendin. Po pra, edhe unë ato të thoj. Do të ngelin harxho. Po çfarë makinash janë? Kam të Maseratin 4 porte, kam CL 600 V12 që biturbo, kam Cadillac CTS-V 6.2 supercharged, kam Ford Thunderbird 3.9 V8, kam i elektrike në Angli MG që e përdor për përdit, kam i Audi S4, kam edhe i Range Rover 5000 autobiografi. Po të bie radhat i përdorësh të gjitha, apo si e kanë radhën? Se janë shumë dhe jeta është e shpejtë. I herë pjesë nga këto të mijat qëllojnë që janë në për servise, kështu që duke i modifikuar. Po të i modifikuar, të i rregulluar në gjë që është prish, se kur i përdor pak si. Po mirë, nusja jote mërzitet që ti merresh kaq shumë me makina. Është mësu tashi, po jam ushdon mene si e them kjo vlen. Okej. Shife sa janë, ja t'rregoj, shife sa kanë çmimin këto. Shife sa janë këto zakonisht. Ja, unë po e marr fal fare. Po si bleni në ankande? Në për ankande disa, një pjesë tjetër tash kam marr shumë nga Kanadaja, i gjej vet atje dhe çoj dikë që ti shofe edhe i marr. Po gjithmonë mendon që do i mbash kaq shumë makina, apo një ditë do e bësh atë që thot babi na liro fondin. Jo, tani plani është që ti shasi pjesë, edhe të maj tamam,
Për shembull, çfarë do duhet Po kishte? ne Ferrari 458. Do një Ferrari. Duhet i Ferrari Po ku ose do i Lambo. shkosh për shembull, se ai është i vështirë për Ai jetën. është jetën e vështirë fare, po si do përdor për të shkuar në punë, po kur dalësh është e bukur. Këto lloj makinash janë bukura edhe kur si tu e përdorën kur e shaf nga E vërtet, kanë super dizajn. Shaf janë vepra arti. Vepra arti janë. Edhe është më mirë të marrësh një nga këto se sa të marrësh ka, po, që as ke për t'i përdorur edhe kostot e gjonat. Po nëse do kishe mundësinë të zgjidhje mes Ferrarit dhe Lambos, kë do merrje? Varet gjithmonë nga buxheti. Po e zëm se e ke buxhetin. Pa limit. Po. Ferrari, la Ferrari. Ferrari, ato do merrje. Po është e paarritshme, kështu që më mirë nga Lambo. Po pse është e paarritshme? Ose bo 5 milion euro tashi. Wow. Tashi. Unë s'kishe të fare të çmimi. Po supozojmë ne që unë do arriti bëj 5 milion euro gjatë jetës. Prandaj pyet ti për buxhetin, pas ke pas drejt. Po edhe të supozojmë që di bëj unë pas X vitesh 5 milion, kjo do ketë shku 15 milion deri aty. Se i rritet vlera kësaj. Edhe është nuk është një makinë që i ulet çmimi. Jo, sa jo. Kjo kur ka dalë 1 milion ka qenë. Po çfarë ndjesie ti jep ajo si makinë? Ka provu, vetëm e kam pa ndjesia që nga dhon duke e pa që është spektakël. Po nga gjithë makinat që ke provuar, kush ajo që je ndjer, ku diun, si në parajs, më mira ka qenë Lambo SV. Ajo që bëre, ajo video që pash. Ajo ishte komplet adrenalin, ajo lloj makine V12-ën, marmitat që i kishte sportive Red Star. Po mira ato marmita tani një pyetje serioze si gocë, si grua, se unë nuk e kuptoj, domethënë ku është qefi tek ajo zhurma, se ajo zhurma ndonjëherë mund të si është kjo puna e kësaj zhurmës marmitës? Më e bukur në botë ajo është. Se di, është t'jep emocion, se tash emocionet nëpërmjet shisave i marrin. Sa i merr duke pa kur është gjë e bukur, po edhe duke dëgjuar. Ajo nuk është zhurmë. Ajo është zhurmë thua ti. Ajo është simfoni. Simfoni për ty. Sidomos tani që është në tunel, për shembull, është oshëtin vënë është. A ngjan si ndonjë kështu disk fluturues si alien. Edhe kur i ndron marshit, s'më qenë fiks si disk fluturues, s'më qenë gjë jashtë toksore është. Okej, e kuptova. Nivel tjetër. Ajo ishte makina pra që ajo ka qenë më e veçanta dhe vështirë do jetë për ta Po makina më e keqe që s'do doje më kurrë të merresh e të hipje të ku diun. Më e keqe, unë me thon drejtën, i kam qef makinat në përgjithësi. Po. Më thon, marr ca makina dhe kur blej vetë në një që një njeri nuk është as sportive, as i kam qef si gjo. Si dizajn. Jo vetëm si dizajn, po më pëlqen makinat përgjithësi se e kanë një funksion. Po. Ose edhe ajo që është e shëmtut, ka një gjë tjetër të mirë, më të ekonomike. Po. Do të thonë, nuk është se ka të këqija sa dush, po makina më kot, nuk e ka shumë ide se s'ka një makinë. Ka sa dusha, Fiat multipla është. Okej, është shëmtut fare, super e shëmtut. Ata se di si e kanë kaluar në dizajn këta bo. Do ta kërkoj pastaj në Google. Shtoje këtu dale. Ajo është super e shëmtut. Never atë lloj makine. Ja, s'pon. Shumë interesante që ka pra, edhe makina. Ka patjetër që ka patjetër, po unë kanë qëllu me provu të mira përgjithsisht, edhe këto që më shkruajnë i kanë të mira, se s'kanë qef edhe të tregojnë ato të këqijat. Tani që janë një 80 e ca veta the persona djem që po presin t'ju... Të ca që u kam këthyun dhe që u kam marrë numrin për të fol, mund të kam më shumë. Se ka shumë të tjerë që akoma s'ka, si ke parë mesazhet, si do e menaxhosh kohën? Të ditë që janë të interesuar. Ja tani direkt dhe i këtë bëj një 2, për të marrë, se tash është zgjatë shqyqyr edhe dita, mund të bëj pak më shumë. Nesër prap, kur vi shpesh, bëj sa më shumë mund e me bëj. Plus që kam rezerva, akoma s'kan dalë, shkruajnë ato çuna kur dhe nxjerrësh këtë makinën, kur kam një 30 copë, se unë më shumë se 2 javë nuk publikoj dot, se duhen editua ato. Okej. Kështu që kam edhe rezerva, kam edhe tjera për të bë, po do mundona. Do ta vazhdosh? Patjetër, e kam shumë qef, edhe për herë të parë po bëj diçka që e kam me qef. Që është pasion. Që është pasion. Edhe është zor. Shumica e njerëzve gjithë jetën bëjnë punë që si duan. Se thjesht sepse duhet më e bë si punë, edhe nuk ka asgjë të keqe këtu se gjithë e kena bërë dhe kena kaluar të fazë. Po. Gjëja më mirë është kur arrin me një pikë që ti bën edhe e ke edhe
jeton duke bërë atë që ke i qef. Po kjo që po thua është edhe me fat, do thoshte dikush që në ndjek. Normalisht. Patjetër që kjo do të ishte, edhe prandaj jemi edhe në këtë podcast për treguar pikërisht këtë, që ku e gjen njeriu forcën, edhe besimin që dalin nga rrethanat për shembull dhe të bëj ato që ka pasion ta kthej në punë. Se ky është fat i madh. Nuk është vetë fat, me thon drejtën, po duhet ta kërkosh pak. Si ka ndodhur me ty? Mos të heqësh dorë. Unë kur kam postuar në fillim 3 views kam pas. Po. Domethënë, pastaj ka shkuar. Nuk u demoralizoj. Jo, se mund ta lësh shumë kollaj i maq. Po. Edhe thu kjo gjëja nuk hec. Po. Po çose je pak konsistent edhe nuk e le, edhe ke tamam pasion, i futesh asaj dhe nuk heq dorë. Normalisht ndërkohë do e bësh gjë tjetër se patjetër do jetosh. Sepse s'mund të varesh vetëm tek kjo, të presësh, ashtu është fat, me tet që në fillim edhe ajo është fat. E mirë, ti kesh gjitha kushtet e plotësuara nga rrethana të tjera, s'ke çfarë bën. Po fiks. Aty nuk hes më shumë. Se ka youtuber të tjerë të huaj që kanë biznese dhe kanë të ardhurar nga shumë gjëra të tjera, janë fut në YouTube për qef dhe kanë hes shumë më shumë se këto të tjerë që kanë vetëm YouTube-in si burim, po themi të ardhurash. Megjithatë ti thua qëndrueshmëria. Po, besoj në çdo gjë në jetë, nëse ti fokusohesh mjaftueshëm, nëse nuk heq dorë, del. Po problemi është kjo comfort zona, se ndoshta edhe pse s'po bën atë që ke pasion, ku arrin një pikë komforti që ty të sjell të ardhura. Ti harron edhe çka kishe pasion. Po fiks. Harron veten. Po. Kështu që kjo s'duhet harruar, le ta japim këtë mesazh. Besoj se gjëja më e mirë është bësh punën e ëndrave, të bësh gjëra që ke qef. Sot janë gjitha mundësitë, ne po diskutonim pak më përpara se të nisnim podcastin, intervistën me afrimin e këtë po thonim, sot janë gjitha mundësitë, po sa e vërtetë është janë gjitha mundësitë. Nga pikpamja jote, ti je një djalë që jeton mes Shqipërisë dhe Anglisë, i ke parë të dyja botët. Tash mundësitë njësoj nuk janë. Okej. Se po të ishin ndërrishim gjithë këtu. Po. Nuk janë, se me qenë realist. Po tashi kanë dalë mundësi të reja që nuk ekzistonin, se tani jemi pjesë e gjithë botës edhe paktën të gjonat online tip mund punosh si inxhinier nga Shqipëria për kompani daneze, suedeze, norvegjeze, pa ik fare. Se ke pas këtë mundësi përpara. Kanë dalë mundësi të reja. Për to mundësi për të bërë biznes në Shqipëri je pak i limituar, po tek këto tjerat prap ke hapësirat e tua që mund të bësh, se platforma globale janë, mund po të bëj content anglisht. Patjetër, shpërndash. Me tjetë makina me targa shqiptare në Shqipëri. Da shef edhe ai tjetri në Bangladesh. Do të thonë ti do e bësh, mendon ta bësh kontentin anglisht? E kam menduar, kam me qef, po kam prit që të rritet pak edhe më shumë. Audienca që kam se duhet më nisë nga zero dhe atje ku ta bëj anglisht. Edhe ajo nisë në zero. Sa janë klikime deri tani, janë me miliona. Total, në 5 milion do këtë shku në YouTube, pastaj të këto tjerat kanë më shumë këto. E vetëm për 4 vjet. Instagram kam nga 7 milion, 8 milion muaj. Po, se ecin shumë tepër Instagram. Përse YouTube është i vështirë në Shqipëri, pak i vështirë. Po pse është i vështirë në Shqipëri? Të gjithë dëgjoj që ankohen për këtë gjë. Është i vështirë se kemi akoma atë kulturën. Ne ka plot që prap shohin televizor më shumë, nuk ka hapin YouTube-in në televizor aq sa duhet. Unë vetëm YouTube kam te televizori im. S'kam më kanale. Më ke bë subscribe? Do të bëj. Edhe subscribe për shembull është. Ajo është problem me subscribe-in. Aty mund ta kenë shqip dhe lexo abonohu dhe kujten sa është me lek për shembull. Edhe se shtyp. Ja mirë që ma the. Edhe nuk e shtyp, ajo është pa lek, a kupton? Po. Unë kisha bërë emisionin e parë me një vajzë Blerinën nga Saranda dhe po më pyesnin shumë njerëz që i kam të njohur, po të largët, jo shokë, po i theshun po bëj subscribe në Kult. Aty. Po unë s'di ta bëj këtë, po jo një, po si ka sa dush, nuk s'ka nësë adresa e-maili fare. Kështu që ky është problem vërtet. Do rregullohet me kalimin e kohës. Duhet ndoshta të bëjmë edhe ne video që t'ja shpjegojmë si bëhet, apo është too late. Fiks. Jo, po jemi pak më hapa te kjo pjesa. Fakt, s'kemi jesë me hapat e dur se i mbirë për shumë vetëm YouTube është, po është ai që është adoleshent. Tjetri as biletën avionit se pret do të vetë, shko të agjensia, se në telefon e ka të rataj. Mirë, shpresojmë që të ecim në këtë drejtim. Afrim, të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Nuk di kam mbetur ndonjë gjë që do të thuash që nuk marrën në herë këto, gjona që kam përtonu, po histori.
kisha dëshirë të dëgjoja ndonjë histori. Histori. Për shembull, çfarë mund të ketë Se ndodhur kam ndonjë gjerë gjë. akoma këtë videon e kam filmu, isha duke bojë CLS 55 AMG, edhe isha e qikë si shpejt, edhe po më thosh se dhej, po mos na prishin punë këto, isha me 200 Ku është ajo video? Është këtu? Këtu është. Oh, bo. Kisha dhe atë pronarën atë që më thoshte jepi akoma, edhe kjo kishte pasi problem, ju kput rrypi, edhe u forcu timonin shumë. Me zor ktheje timonin. Po si e dole? Ishte çike frikshme, ktheva pastaj unë me forcë e frenova, ula shpejtësi. Mirë, shumë rrezikshme. Është rrezikshme, është. Kjo është tani tani i muj ka se kam postuar akoma, po do e nxjerrësh të pjesën? Do e nxjerr, se di, do e nxjerr që të jap dhe mesazh që t'jemi të kujdesshëm. Pikërisht. Me këto makinat e shpejtësisë ky është problemi më edhe infrastruktura, rrugët, gjonat, se janë aty ku duhet, se del lopa para, duhet të ekzistojë, po kjo është një ndër këto histori që ishte pak si e frikshme. Frikshme pak. Po mirë, kjo është unë si mama do kisha shumë merak për vete me këtë pjesën e shpejtësisë së çmendur. Nuk është se rrezikoj më shumë se deri tash s'kam pas fatmirësisht shumë as lloj incidenti vetëm kjo, po në që kanë shef shpejtësinë edhe makinat sportive. Do të pas edhe makina në gjendje, gomat e mira, po edhe mos me po të ndihmon në makina gjendja e mirë e makinës për të shpëtuar jetën apo jo. Po, nëse si ke frenat mirë sfreno, se si ke gomat e mira edhe sfreno edhe të nxjerr nga kthesa. Mund të gjithë janë duhet jenë plotsu të gjitha kushtet. Përveç se ti je edhe pilot edhe Mirë, të falenderoj shumë, ishte shumë qef, kam mësuar shumë gjëra, do vazhdoj të ndjek, do të bëj subscribe, na bëj dhe ti ne, në Okult. Na bëni edhe ju subscribe në kanalin ton në Okult. Përpara se ndajemi dua të falenderoj edhe një herë sponsorat kryesor, Vajin Musaj, një vaj i cilësisë premium, të gjitha produktet e kompanisë Lajthiza, jo vetëm ujin, po janë edhe një sër produktesh të tjera fantastike, edhe të tjera që nuk i kemi këtu ndoshta. Që nga uji tonike deri te pijet energjike. Edhe sponsorat e tjerë të gjithë ata i falenderoj dhe falenderoj edhe një herë Afrim Lusha, faleminderit. Ishte një nga bisedat më të këndshme që kam bërë deri tani në këtë studio. Të uroj shumë suksese, sidomos me biznesin tënd dhe të lutem ki kujdes me makinat. Shumë faleminderit. Faleminderit, takohemi bashkë të hënën tjetër.